jeni ju vetë që në qeverinë paraprake, në kuadër të reformës së administratës publike, strategjisë të re për reformë të administratës publike, keni propozuar vetë tërheqjen e balancerit si mekanizëm zbatimi i parimit përfaqësimit drejt dhe adekuat, dhe asnjëherë duke keni sqaruar sepse keni propozuar tërheqjen e të njëjtit mekanizëm. Te punësimet me zero, si që thoni, unë këtë e kam thënë në paraqitjet e fundit mediatike, e thëm edhe nga foltorja e kuvendit, që vonesat që kanë ndodhur në kuadër të planifikimit të punësimeve në sektorin publik, kanë qenë pjesë e një plani, i një skenari destabilizues për të shkaktuar revolt, dëshpërim, zhgënjim nga qytetarët e këtij vendi në raport me Vlenin në veçanti, por dhe me qeverinë në tërësi. Komisioni kadrovik i cili bën planifikimin e punësimeve në nivel shteti është bojkotuar nga përfaqësuesi i zotit Taravarit, të cilët ju vetë e përmendet nga foltorja. Për drejtorët ekonomik, unë përsëri ju ftoj të drejtoheni zotit Taravarit dhe ish ministrit të tij të shëndetësisë, zoti Mexhiti, i cili ka qenë ai që ka propozuar heqjen e pozitave të drejtorëve ekonomik në për spitalet e vendit.